Mirë mëgjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëgjesit, ja ku jemi dhe sot drejt për drejt në këtë të enjtë datës 26 qershor 2025. Mirë mëgjes Fabi, mirë mëgjes kolegë. Kolegu ka dasën pas emisioni? Jo, kam takime prinder. Falen i zotë. Me siguri dhe qëne? Jam kryetari i komitetit prinderve. Qëne, si nuk arritëm do me thënë njerë të harmonizohesh. Nuk e di, kolegë, duhet të flasim, duhet të komunikojmë për të gjithë. Kolegë, shikoja këpucët. Këpucët janë të vitit 2003. Jo, sot është i gjithit, sot është sigur ka ardhë nga në i salon mode. Edhe ti, Fabi. Edhe ti, Fabi. Klëpin e stëmu që e ke vendosur. Jo, është welcome, që vjetë këtë dera. E ka vënë këtu te... Po e ka vënë shumë bukur. Welcome. Unë e kam në italisht, Casa Dolce Casa. Casa Dolce Casa, po me kate, e paske me kate. Do me thënë nuk resht së së të pari, sepse më duen ato për të pasur gjama. Një qendro. Jo, merë plurat me këto, dhe në të televizorit. Pa ma mitë marë plurat se ti ti dasëm. Inda në orën 3, ka lutë. Ka lutë. Fitoj, e? Fitoj. E pendish? 0 gjithë. Kotë, unë jam e Milani, nuk e di pse. Po ti pse, dhe më thënë. Dojtë fitoj dhe River Plata. River Plata, dhe më thënë, por që hiku. Dhe ne Koth Pata, dhe River Plata, dhe më thënë, e kupton. Kolegu, gjithse si e ka marrë sot emisionin më seriosisht se që duhet, këtë duhet a themi, nuk është se këtu pritet tjetë na vi presidenti i Republikës Bibi. Ka themi emrin që mos ta kuptojnë iranianët. Por është e vetë një arsye që po mban paqen. Po. Dhe me ka lidh paqen militare se lëshon, e mban e vetë. I thonë të alëshoj, jo nuk lëshon. Dhe i tha Erdoganit, tash mbaroj shkolla. A mbaroj shkolla? Se i ka thënë, pa isit e një shkolle, do t'ju japim për president. Jo, nuk është një kjo. Erdi, mos hero, Erdi. Samiti 2027 i NATO-s, kolegë, në Shqipëri. O? Po, prandaj Putini ka thënë generalve drejtoni topa. Jo? Ka ngjetë shumë hatri me Spanjën, dje. Pse? Ishte e vetme që nuk e pranoj 5%. Spanja? Ja, thanë. Janë shumë, e? Nuk nga dele sapi, thanë. Jo, ne i pranu. Pa 5% tonë. 5% që janë është 2. 5% Spanja është 2.000. 2 me 2.000. Qatë bëjmë. Jena mërzit shumë me Spanja. Pra ndaj bëjmë thirrje shoqatës gjuetarëve të Lezhës, shoqatës peshkatarëve të Shëngjinit, të bashkohen, sepse qytetës Wilson, sepse bashkimi bën fuqin, dhe të nisen në drejtim të Vaduzit. Po, me skaf të pushtojmë Spanjën. Pse Vaduz? Nuk ka rëndësi, kolegë, nuk ka rëndësi. Kolega e mori vesh shumë mirë për që a i kështë fjalin, apo jo? Do kaloj edhe kjo. Do kaloj edhe kjo. Pra ndaj e ka marrë shumë seriosisht dasmën sot, kolegu. Nese, si krushk dhe si daj të dasma ime, e kaloj Jo, do jemi me frakma. Ke prasysh ata pinguinët? 2 pinguin do kesh. Dasma jote do ta kërkoj, do ta gjej kështu, me lup një, si thonë këtyre të modës, një stilist straight do ta gjej, vetëm për këtë dasma jote. Mos ta cilësoj. Apo s'ka. Skami nuk ka. Kur s'ka, do bëj vetë, qepi vetë. Okej, janë gjë që do, ndasëm për të zbavit. Nuk kujtua dasma vetë, që ka qenë 6 mushë shtatzën dhe nuk dukesh. Dasma asaj, para 30 vjetësh. Ama, tani do më mos bëjt të teme edhe për të ftuar. E njofë, ma e kam lagje. E kem lagje. Po, kur të vi këtu të ABC, përse që do i them? Të kam gatru me tjetër, kemi gati. Po, e qartë. Tani, kolegu, të di kur e ka lëviz makinën nga për të fundit? Kur ka njësur sezoni? Ja, lëviz njërë javë, bëm 5 metra, këthem prapë, se duhet nes makinë. Ti se di këta? Nuk e di se... Se ca gjera do i mësosh. Por, tani është vera dhe normalisht do igi, do mbledhin familjen, do igi në plash. Do më thënë, edhe do kthehet nga plashi. Dhe dje bëm provën për gjithë situatën e makinës. Nga pikpamja generike, makina është top. Nga pikpamja motorike, makina ishte top. Nga pikpamja elektroautit, makina ishte top qena. Në më dhënë ishte shumë mirë. është pak deprese, nga ana psikologjike s'është mirë, sepse aty në rësirë. Por tentuam të hapim gjamat. Nuk hapeshin. E pse du në nga pikpamja e plurit, makina ishte top.
Do vi koha prap kur si shiti makinën tjetër këtu në emision, të kujtohet? Që publikuan foton, shitet benzin, që a ishte motor benzin, do e dita pak, da shesi dhe këte. Ai që merë makinat e mija, kolegë, më bekon, prandaj mecën mua, marë bekimin e ati që më bledh makina. Po. Ja të shojmë gjamin, tope papagalo. Dhe më thënë, ky emision, pak më pak. Dhe më pak, shuqy që mbaron sezoni, mojnë tjetër, sepse pak po futuj. Po dekompozohet, do të thashë, po guxoj. Por, gjithsesi, tani duhet të përjetojmë verë. Kemi e 2 muaj. Sot sa foto nga Vlora, nga lartë që i kështë bërat Dan Beci, të jashtëzakonshme. Plazhet e Vlorës ishin të jashtëzakonshme. S'ka ujë të piqëm, por plazhet ishin të jashtëzakonshme. Me një rregull, një pastërti. Një lajm që pash para 2 ditëve kishte vajtur ujë në Vlorë. Ka ardhur ujë në Vlorë. Ka ardhur ujë në Vlorë, kolegë. Kolegë, më falë, për mua Vlora është një koncept geografik, sepse doft hajër ai që ka bërë bypassën e Vlorës. Se... Nuk pushohet. Po Fieri, kolegë? Fieri është i mirë sepse ka Vlorën shumë afër. Në kuptimin që... E kuptoj. Dhe atë e kalon nga... Bypassi Fierit, një mrekulli e natyrës. Po në Vlorë, a ishe në teatrin Petro Marko? Isha, kolegë. Po pse atëherë... Po i rash ka Sabili. Po pse nuk kthej atëherë që ishte kështu... Hajde në Mas Vlorë, mirë gjithë vinë në Vlorë... Jo, nuk është se nuk dua vlonjatët. Vazhdo me material. Okej, e kuptoj. Le të shojmë një ditë vere dhe të dallojmë, do më ditën e verës si shesim ne, si puna e kolegut, dhe realitetin. Një ditë vere. Gënjeshtër. Ne s'kemi kështu barë në shtëpi. Gjitha tjera e gjeta vetën. Po ke korse ja barit. Gjitha vetën ti? Po pse kush ti bën punën ty? Nuk ti bën burri. Nga që s'ke burri, i bën vetë. Me që jemi pikërisht e kjo temë, le të flasim për jugën e Shqipërisë, sepse është një pjesë e jashtëzakonshme. Riviera shqiptare është e rrallë, turistat, dhe nuk vinë vetëm për plazh, vinë për anën historike. Ana historike, i prekin artefaktet, prekin rënojat, prekin çdo gjë që ka të bëjë me fakte historike madhore. Po, madhore. Për shembull, do dihet që në Palas, është bërë betejë e famshme Jul Cezarit. Kjo është fakt historik shumë i njohur. Vetë Shaban Sinani, historiani i famshëm, e ka përshkruar me detaje. Ka përshkruar tek historia e hebrejve të Shqipërisë. Domethënë ai thotë që fjala Palas mund vi nga Palestinë. Domethënë nuk është çudi, mund, nuk është se ngulmon, Nuk më rri, nuk më fle. Si do e zbërthejt ti? Po jo, dakord, po pse Palestinë pikërisht? Pse na futën sherr me lindjen e mesme? Na lër, kolegë. Jo, do më thënë. Po, jo, do më thënë, Palas, Jul Cezari dhe Palestina janë i që koncepte. Zbërtheje? Ma e bletur shpje, nuk jam jafë. Historia e brejve të Shqipërisë, kështu që e të libri. A i thot edhe për Rozafën që mund tjetë nga... Me gjitha të, nuk, Jul Cezari që të qetësosh, nuk ka zbrit në Palas. Ka zbrit se ka fakte? Nuk ka zbritur në Palas, ka zbritur në një vënd tjetër. Ku? Që është në të njëjtin territor, por që ka e në tjetër. Fevziu. Ka zbrit Fevziu, jo Jul Cezari. Fevziu është një nga njohësit më të thellë të jo vetëm të historisë kontemporane shqiptare, sa të patjetër që të bërë emision, por ka kulturë zjeruar, ka lezuar dhe her pas here me këto rillsat na e tregon. Disa i ka të gabuara dhe do t'ja themi publikisht. Jo, më. Kë ka të gabuar? Ka bërë një gabim me Burrelin? Burreli s'ka shkel njëri përveç mbretit zog, po. Burgajet, mbreti, Burgajet. Ka zbritur në Green Coast, të tha, ku janë hotelet? Edhe unë nisë pastaj në Qesarat. Qesarat prandaj quhet ke parasysh. Po, por nëse shkonin në Green Coast, mos ta themi emrin, por në Palas, bëhet një tur. Ço më thuaj me çfarë problemi ka domethënë? Po the Green Coast Hotel, është reklam. Bëhet edhe një gujë turistike. Jo për të parë ndërtimet, por është dhe shtegu i Jul Cezarit. Pra janë vetëm disa ferra, po aty është shtegu i Jul Cezarit. Po pra, aty ka kalu ushtria. Juli dhe 4 ushtarë. Më bërë betejë. Është fakt historik kjo gjë, por në Green Coast.
lumt, themi Fevzos, se dhe këse radhe në këndërë. Pastaj, e di qa bëri më së Irak Tegoli nga Berati, ndaloj në Teg. A ka kalu në Vlorë, kolega man? Ka kaluar në Vlorë? Ka kalu në Vlorë dhe tha, unë këtu tha, po që, unë tha dua pëshk, tha këta m'japin mësh. Nuk e fliste në Shqipë. Pas pak në studio. Do të vi ish ministri i financave, profesor doktor Arben Malaj. Pro qeveris apo kundra, se tani kjo është dhe kundra nga rësisht. Tani. Nga një feli që më tha, jo, për politike dhe blasin për një histori që aji e ka silë në vëmendje për herë të parë para 4 viteve, por sa herë që e takon këtë vajzën e vogël, që me sa duket sikur e ka adoptuar disi, që quhet Sara, e kemi përsëri për para syve si histori, sepse ka ndodhur në vitin 2021 siç e thash, kur Arbeni po kalonte rrugës për tiku në Vlorë. Profesor Arbeni. Profesor. Si themi dot Arbeni, themi dot. Profesori, ndje, dhe në rrethullimin e Rogozhinës, ka takuar këtë vajzën e vogël Sara, e cila me shumë problematikave familjare, së bashku me të dyja motrat, shiste misra. Dhe ka qenë një kohë kur Dua Lipa, këngëtarja që dhe ju e keni shumë qef dhe jeni fansë të saj, po jeti një koncert në Shqipëri. Këtu prap mund të korrigjohesh, nuk është se lëm mend, sidomos kur vjen në Tiranë dhe na mban deri në 6 mëngjesit me ëndzë, nuk është se lëm. Edhe profesori këtë gjë. Kur e gjithë Shqipëria ishte marrosur pas Dua Lipas, një këngëtare që dhe ai vetë e preferon, ishte harruar disi dhe kjo pjesa tjetër, që ka fëmijë dhe ka familje, si të Sarës, që ka nevojë për një ndihmë dhe për t'i hedhur një sy disi. Tani çka ka bëu profesori? Profesori Sarës i dhuron libra, sepse Sara është një nga ato vajza që nuk kërkon asgjë, as rroba, as telefon, as orë smart, por kërkon thjesht libra. Dhe sa herë që kalon, profesori përveç se shet duke shitur misra, është gjithmonë me një libër në dorë. Ka marrë përsipër së bashku me familjen, t'i paguaj një pjesë të studimeve. Ajo i përdor për të mbështetur ministrat. Kolegë nuk të lejoj. Nuk të lejoj, se është një histori frymëzuese, prekse, dhe do të sillim në vëmendje të gjithë shqiptarëve që mos të fokusohemi vetëm te vetja, por edhe të hedhim syt në familjet në nevojë. Kemi dhe i kapitull Arben Malaj dhe politika, këtë da bëjmë skip, se është kundra vijës editoriale. Këtë na vijana është për këtë punë. Nuk po e them atë fjalin që më tha dje, se do kuptohet pastaj se është pro apo kundër. Ama qa tha? Jo. Ama thue. Nuk e them pas kamerave. Nuk ka ardhur me makinën e tij sot, se ka frikën e gjobave. Kuptoj e vetë pastaj. E gjumon ka policia. Do të kemi në studio, në pjesën e dytë, Blerina Brenozi është pedagogë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Zoologe dhe Ekologe. E kemi pasur një. E kemi patur. Është vënë në çdo lajm, po ta shihni kolegë, ka shumë raste që ka njerëz që janë piskuar nga gjaprind. Janë shtuar gjaprind. Po ju drejtohem juve. Ne jemi picku jërë. Kur? Kur jeni martuar? Fol kështu dhe pastaj. Do vi kohë, do pickosh dhe ti, po jeci më tej. Janë shtuar dhe rastet e pickimeve nga Merimanga, nga vejusha e zez. Nëse në spitale kemi kundër helme nga në përka dhe nga gjapërinç, për Merimangat e zeza ende nuk është një antidot. Një antidot, po. Do kemi dhe hartat ku janë... Tani kjo, Merimanga zez është në përfushat bujësore. Në përfusha bujësore, por në Delvin, në Lushnja, në të zonat... Edhe në Green Coast ka, po. Vejush të zez, jo. Janë shfaqur dhe në muret e shtëpive. Duhet të tregojmë kujdes, kështu që me profesorën sot, do të tregojmë se ti shmangim, por dhe çfarë të bëjmë në rast se pickohemi, sepse duhet t'u japim zgjidhje brenda 30 minutave këtyre pickimeve. Nëse jo, rrezikojmë dhe vdekjen. Pastaj do të na vinë në studio në pjesën e tretë Ismet Drishti, aktor, regjisor dhe gazetar, Drini Drishti dhe Ajri Drishti. Mirë, gjitha kundra qeverisë sot i kemi lënë? Se kundër është dhe Ismeti? Ky bën dhe këngë kundra qeverisë. Parodi, kështu gjëra. Jo. Po dhe Blerina kundër qeverisë? E ka ulur dozën këtë kohë. Po, me atë mbiemër. Këngë për fëmijë. Për fëmijë. Drini mori çmimin e dytë në festivalin ndërkombëtar të fëmijëve. Po Ajri? Ajri nuk po lë çmim pa marrë edhe Ajri në çdo kompeticion, brenda Shqipërisë, por dhe jashtë Shqipërisë. Okej, e kuptova, domethënë. Dhe Zjarr TV ka bërë 10 vjet. Ama. Pa.
10 vjet akoma se aftor ato gocat koleg, janë shumë mirë me shëndet. Ato gozat po bëjnë gjyshe tani. E kuptoj, e qartë, e qartë. Ju ka dhe juve vjet një ofertë për të marrë pjesë zjatërve. Po bëri këtu live Ismeti. Te lekët nuk u morën vesh, te tjera të kuptuam. Pastaj, do gatuajmë? Imi leçëm sot, Po? qofte me perime dhe mish. Kusht leçëm këtu do? Pa buk. Pa buk. Tani perime nuk janë. Të janë qofte, perimet janë... Zgare. Shef ato domaten që është aty mbrapa, koleg? Ajo është. Ajo është peshë. Edhe një si qep aty, po që... Edhe po këtë, shef, majdanozin kemi jetë sipër? Perim është. Perim. Qësh majtanozi vërtet? Barishte. Barishte, nuk për fruta, nuk lidh fruta kështu. Barë, quajmë. Kokra. Po, pra, po. ERZ. Erëz. Edhe kështu më radhë. Mirë, si Mirë, qofte unë them simpatike që jemi shumë mirë. Do jash? Ka profesore? Besoj se po.